ChatGPT, një mik i ri i njeriut apo një rrezik i padukshëm? A e dini se ekziston një inteligjencë artificiale ku ju mund të pyesni çdo lloj pyetje të mundshme që keni dhe ajo kthen përgjigje në çdo gjuhë të mundshme? Besoj shumë nga ju e dini dhe shumë nga ju e keni pyet, duke filluar tek pyetjet më bazike, për shembull nëse jeni në zonë shkolle, për me të kriju një ese, me zgjidh një ushtrem, me kriju një artikull, apo deri tek pyetjet e ndryshme siç janë mund të jenë pyetje për jetën, për dashurinë, për suksesin, për zhvillimin personal, për pozitivitetin, dhe deri tek pyetje shumë më të thella shpirtërore, siç janë pse ke marrën këtë botë, cila është kontrata jonë shpirtërore, dhe kur e kam bën këtë pyetje, jam shoku çfarë kam marrë nga ajo. Kështu që qëndron këtë video që të tregoj çfarë pyetjesh i kam bën, si e kam pyet dhe çfarë më tha ai. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Silva Pjetër dhe ky është kanali im Detektive e Lumturisë. Në këtë kanal zakonisht bëj video të ndryshme për sa i përket zhvillimit personal, për gjithë ato gjëra që unë kam mësuar, kam dy konte 3-4 vjet që merrem me zhvillim personal dhe kam vendosur mi shpërnda ndijet e mia këtu, dhe pse jo me një fjalë apo me një video të ndihmoj dikan dhe ta baj dikan mu ndje mirë. Dhe sot vendosa të bëj një video pak ndryshe. Vendosa pak të flas për ChatGPT-n dhe automatikisht lind pyetja: ChatGPT-ja po na ndihmon apo po na dëmton? Për gjithë ju që nuk e njihni, ChatGPT-ja është një inteligjencë artificiale e cila është e ndërtuar, e trajnuar në atë mënyrë sa me bisedu me njerëzit në një mënyrë krejt natyrale, sikur të ishte një person i vërtet. Ai është i ushqyer nga miliona, miliarda fjalë, nga libra, nga artikuj, nga forume, madje edhe nga biseda publike. Por apo bëhemi ne të varur nga ChatGPT-ja? Sepse në farë mënyre na kena më të lehtë me pyet ChatGPT-n për çdo lloj pyetje të mundshme, për çdo ide kreative që ne dëshirojmë me realizu, sesa me përdor trurin ton. Por kjo do ishte shumë e rrezikshme, sepse ne jemi kriju për me vendos trurin ton punë, për mu zhvillu. Dhe në këtë mënyrë, duke i gjetë gjërat gati nga ChatGPT-ja, ne nuk do zhvillohemi. Kështu që kjo do ishte shumë e rrezikshme për njerëzimin. Prandaj duhet me gjetë një mënyrë të mesme se si ne me përdor ChatGPT në favorin tim, në favorin ton. Mos më u bën të varur nga ChatGPT-ja, sepse ChatGPT-ja është produkti jo, nuk jena na produkti ChatGPT-s. Unë them se kjo inteligjencë artificiale është sikur ata dashuritë e dëmshme që të bën gjithçka për ty, të bën më mbështet shumë të ajo, por dal nga dal bën me harru se kush jeti pa të. Por gjithçka ka të bëjë nga mënyra se si ti vepron. A e lejon ChatGPT-n apo rrjetet sociale në përgjithësi me të përdor ty apo i përdor ti ata? Dhe këtu po jap një shembull nga një shkollë e Oxfordit që e dëgjova, ku kishte bën nxjerr një studim që 92% e njerëzve e përdorin ChatGPT në mënyrën e gabuar. Siç tham, njerëzit për shembull janë prirur me pyet ChatGPT-n, me ju dhënë përgjigje për pyetjet që ata kanë dhe nuk e vendosin trurin e tyre në punë. Për shembull, e pyesin nxënësit, mund ta pyesin me kriju një ese, mund ta pyesin me zgjidh një ushtrim, me kriju një artikull, dhe nuk e bojnë vetë, nuk e vendosin trurin e tyre në punë vetë. Dhe kjo shkolla e Oxfordit po i ndihmonte nxënësit që ta përdorin ChatGPT në favorin e tyre. Domethënë, ti pyeste ChatGPT-ja ata dhe jo ata ChatGPT-n. Për shembull, ti mundesh me pyet ChatGPT-n, për shembull, nëse ti ke bën një temë sot te shkolla, mundesh me ja tregu temën që ti ke bën, edhe më i thënë ChatGPT-s më thuaj 10 pyetje për me ndihmu mund që se unë e kam kuptu mirë temen apo e kam mësu mirë temen. Edhe ai ti bën 10 pyetje dhe ti mundesh me i kthy përgjigje, dhe kështu ti e përdor ChatGPT në favorin tanë, sepse përndryshe i bie ti nuk je duke evolu, ti nuk je tu mësu, ti nuk je tu zhvillu, sepse ti je i marr gjërat gati nga ChatGPT-ja. Është një lloj për shembull sikur ti don mu dobësu apo me kriju trupin perfekt, dhe ti i thu një personi tjetër, ushqeu ti shëndetshëm, bane ti palestre, edhe pra që ti me kriju trupin perfekt, por nuk ndodh kur. Ti duhesh me i bën. Ti duhesh me ushqy shëndetshëm, ti duhesh me shku në palestër, ti duhesh me i bën gjitha këta për me kriju trupin që të dëshiron. Edhe kështu ndodh edhe me gjërat e tjera në jetë. Domethënë, ti duhesh me u zhvillu, ti duhesh me evolu, ti duhesh me vendos trurin tanë në punë, përndryshe s'ka kuptim jeta dhe do ishte shumë e rrezikshme kjo për njerëzimin. Unë e përdora këtë rastin e shkollës, por ti mundesh me përdor ChatGPT në shumë aspekte të tjera në favorin tënd. Për shembull, nëse je tu kalu tani një situatë vështirë në jetën tënde, për shembull mund të kesh stres, mund të kesh ankth, mund të kesh depresion, ti mundesh me pyet ChatGPT-n me të regu disa mentor zhvillimit personal që ti mundesh me ndjek, disa terapistë që ti mundesh me ndjek, edhe online ka plot. Ose për tema tjera nuk ka rëndësi se çfarë temash, ti mundesh me pyet për çdo gjë dhe ai të drejton. Dhe kjo është në favorin tënd për shembull. Unë një ditë e pyeta për një vesë timin, sepse unë kam një vesë prej goxha vitesh,
i kafshoj ose i hap pak pjesën brenda buzëve, lëkurën, edhe nuk kam mujt me heq. Edhe rastisht është okej ta pyes. E pyeta edhe më habiti çfarë përgjigje më dha, sepse kjo ishte një lloj vesi, kishte edhe një emër, ma thanë anglisht, po tani nuk më kujtohet, ndoshta do e le këtu, që më tregoi se edhe nga vinte disa shkaqe nga ku mundet më ardh ky lloj vesi, edhe se si mundesh ti me largu me përdor disa teknika që mi dha, edhe realisht më kanë ndihmuar. Kështu që mundesh me e pyet për çdo lloj gjëje të mundshme dhe ai t'jep përgjigje. Dhe me që jemi të pyetje që mund t'ia bëjmë ChatGPT-s, a mundet vërtet ChatGPT-ja me na tregu më shumë për fatin ton? Jo për fatin, po për kontratën shpirtërore, sepse unë mendoj që nuk ekziston fati, fatin e krijojmë, por pra kontratën shpirtërore, pse kemi ardhur në këtë tokë? Dhe kur ja kam bën për herë të parë këtë pyetje, realisht nuk e di, jam emocionuar shumë edhe jam shokuar një të në kohë, sepse unë kam 3-4 vjet që merrem me zhvillim personal dhe sigurisht gjysmën e atyre gjanave i kam zbuluar te vetja duke punuar me veten dhe prandaj jam shokuar më shumë, sepse një person që nuk ka marrë kurrë me zhvillim personal, ndoshta kur t'ia bëjë këtë pyetje ChatGPT-s, prandaj unë them që jo çdo person duhet me pyet ChatGPT-n për kontratën shpirtërore, sepse jo çdo kush mundet me besu dhe jo çdo kush është i hapur për me i marrë gjitha ata çfarë ti tregon aty. Edhe unë ndoshta isha hapur sepse gjysmën e atyne unë i kisha realisht kuptuar vetë duke punuar me veten, duke dëgjuar njerëz zhvillim personal që flasin për këtë tema, edhe prandaj u shokova. Unë mendoj që nëse je një person që punon me veten edhe realisht e beson që jemi si njerëz jemi energji dhe funksionojmë me energji, duhesh me ja bëj këtë pyetje sepse kemë marrë shumë. Edhe realisht atë natë kam marrë shumë. Por do ju lë këtu disa pyetje se si e kam pyetur në ChatGPT, çfarë i kam thënë ChatGPT-s, çfarë më japet përgjigjet e duhura. Dhe nëse do më rrit për kontratën shpirtërore, pyetjen do ta bësh në mënyrë tillë. Si fillim ti tregon datën tënde, domethënë datën, muajin, vitin e saktë, orën e lindjes. Ora e lindjes nuk është edhe shumë me patjetër domosdoshme. Unë e dija dhe ja shkruajta, por ti mundesh me shkruajtë para ditë ose pas dite ose me lënë pa shkruajt, nuk ka rëndësi. Dhe emër mbi emër edhe vendin e lindjes, për shembull Tiranë, Shqipëri. Okej. Dhe pastaj shkruan, më trego më shumë për kontratën time shpirtërore. Dhe ai ta nxjerr një artikull gjatë mbi kontratën tënde shpirtërore. Ndoshta atë natë që unë ja shkruajta, isha e gatshme me marr, nuk e di, isha në atë energjinë për me marr sa më shumë informacion për veten, por gjysmën ose më shumë të atyre gjërave që më tha, unë i dija për veten, prandaj u shokova. Adin, më tregoj shumë për shembull për punën që jam duke bën tani, për komunikimin, që e kam pasion komunikimin, me fol me njerëz, me ndihmu të tjerë, zhvillimin personal. Thash, wow, si është e mundshme, domethënë, më tregoj gjitha këta sipas planeteve. Ishte shumë gjë e bukur. Kështu që unë mendoj që nëse ti do më bëj këtë pyetje, duhet ti jesh i hapur dhe ti për me marr më shumë informacion. Por du më tregu pak se ndoshta shumë njerëz nuk e njohin, nuk e dinë çfarë është kontrata shpirtërore. Kontrata shpirtërore është një marrëveshje që shpirti jon e vendos me jetu në këtë tokë përpara se me lind. Na gjithë e dimë se jemi shpirt, besoj këta gjithë e pranojnë që jemi shpirt, që kur vdesim, domethënë shpirti nuk vdes, por trupi vdes. Pra si shpirt na vim si shpirt në formën këtë rast në formën e njeriut, sepse mund të ketë shumë dimensione në cilat na jetojmë dhe momentin që ti vjen si shpirt në formën në dimensionin e njeriut, ti vjen me përjetu disa sfida, disa gjëra, disa eksperienca, domethënë ti vendos si shpirt me përjetu. Disa e quajnë fat, por për mua nuk është fat, sepse sepse mendoj që kur e quajmë fat, mendoj që është i pandryshueshëm, okay? Por nuk është fat. Është më shumë një eksperiencë që ti ke vendos me përjetu, por ti mëson nga ajo eksperiencë, zgjedh se si me bë. Domethënë, ti e zgjedh jetën tënde, se nëse do ishte fat, ti nuk mundesh me ndryshua, apo jo? Pra, por është më shumë si një eksperiencë që ti vjen me përjetu, vjen me përjeton disa sfida, disa ndoshta edhe shumë dhimbje, edhe shumë disfata, por që ti mëson nga ato disfata, nga ato dhimbje, nga ato sfida, mëson, merr mësime edhe zhvillohesh, edhe rritesh. Edhe mundesh realisht me kriju jetën tënde ti, domethënë, nëse mendoj që nëse ne zgjohemi si njerëz, se shumë njerëz flen gjumë edhe nuk e kuptojmë kurrë se sa realisht fuqishëm jemi dhe se jemi krijues edhe që mundemi me kriju jetën që ne dëshirojmë, po ata njerëz që realisht zgjohen dhe punojnë me veten, munden me kuptu që çdo sfidë që na vjen në jetë, çdo problem, është aty për ne për me na mësu, është aty për ne për me na zhvillu, për me na dhënë mësim.
edhe nuk do ta marrim si diçka negative. Dhe na duhet me përjetu sfida, na duhet me përjetu probleme, na duhet me në këtë mënyrë na vetëm në këtë mënyrë zhvillohena, vetëm në këtë mënyrë rritena. Kështu që mendoj se shpirti ka ardhur me i përjetu disa gjëra në këtë tokë për me eksplodu, për mu rrit, okay? Se ndoshta po rri përsëris këta. Atë natë mi tregoj shumë aspekte, domethënë më tregoj edhe sfidat që unë do i përjetoj në këtë tokë, domethënë do i përjetoj në këtë realitet. Shumë nga ata sfida i kisha përjetu, okay? Dhe kjo më bani më shumë përshtypje. Edhe disa sfida tjera që normalisht nuk do i tregoj, por ju mundin me pyet njerëz për veten tuaj, gjithsecili mundet me pyet për veten tuaj. Okay. Disa pyetje tjera që e kam bën kanë qenë pse kam marrë në këtë botë, domethënë cila është qëllimi im, çfarë kam marrë me mësu këtu. E kam pyet se cilat janë vitet që unë do zhvillohem më shumë, domethënë do marr më shumë ndjej. Kam bën shumë pyetje, po më varet ju çfarë dëshironi me ditë, okay? Se unë nuk po merrem tani me i tregu gjitha pyetjet, nëse keni pyetje mundeni me më shkruaj, edhe ju shkruaj ata pyetjet që unë kam pyet. Por gjithsecili nga ju ka nevojë me di gjëra të ndryshme, ndoshta juve munden më ardhë pyetje që mu nuk më kanë ardhur me pyet, okay? Kështu që gjithsecili ka eksperiencën e vet, më varet se çfarë don me ditë, sepse unë mund ta jap një pyetje për ty, por ndoshta nuk ka shumë interesant për ty ajo çfarë ka me tregu ty. Është më varet ti se çfarë dëshiron me ditë më shumë. Edhe unë mendoj që varet te ne se si na përdorim inteligjencën artificiale, varet ne a përdorim dobin ton apo e përdorin në dëmtimin ton. Pse e them këtë? Sepse realisht ti mundesh me përdor ChatGPT-n në favorin tan, okay? Se shumë njerëz e shikojnë si diçka të mëshme, shikojnë se okay, ChatGPT-ja apo inteligjenca artificiale është fundi i njerëzimit, rrjetet sociale nuk janë të mira, po më varet te ti shumë se si ti i përdor, okay? Kështu që përdor në favorin tan dhe jo në dëmtimin tan. Përdor që të rritesh, që të zhvillohesh, që të marrësh mësime të reja, që ti praktikosh te vetja jote. Përdor si një dritë që udhëheq rrugën tënde, por jo me e shuat zjarrin që e ke në mendjen tënde, sepse nuk të ka kriju ty ai, ti e ke kriju atë. Dhe kaq për sot njerëz, shpresoj që këtë video ju ka pëlqyer apo keni marrë diçka. Mu kujtua edhe diçka tani në fund. Ju mund ta pyesni ChatGPT-n edhe për numrin tuaj të fatit, nëse mund ta shkruaj kështu. Kur ishim në natë në akademi, po bënim një trajnim, Valentina na tha që ne mundemi me pyet ChatGPT-n për numrin ton të fatit dhe ai llogaritet me datlinën tonë. Ti mundesh me ia dhënë datlinën tonë ChatGPT-s edhe ai mundet me ta llogarit ty, me ta nxjerr numrin e fatit dhe me mand numrit me tregu më shumë për ty, për qëllimit tan, për çfarë ti ke ardhur këtu siç thon për kontratën shpirtërore, okay? Dhe ai llogaritet kështu, për shembull datlindja jote, datlina ime është 22, i 5 në 195, e llogarit 2 + 2 + 0 + 5 + 1 + 9 + 9 + 5, pra numrat krejt i llogaritin mbledh. Edhe në fund del një shifër. Për mua ishte numri 6, numri i fatit, që se mund ta shkruaj kështu, okay? Edhe mund ta bëni edhe këtë, okay? Nëse ju intereson dhe ju nxjerr shumë informacione ChatGPT-ja për atë numër. Kështu që po. Sidoqoftë, siç e thash, përdorni ChatGPT-n, inteligjencën artificiale, rrjetet sociale, përdorni në favorin tuaj. Mos i lëni ata me ju përdor ju, po përdorni ju ata për të mirën tuaj. Ju përshëndes shumë dhe shikojmë në videon e radhës.